Ma që keqe po të duam shumë. Rofsh, falemderit. E kam pasha ka salat duhet tani me kastravec edhe me misër. Misër në vapor, misër që janë ato kutit kështu. E hape, brenda misrin, krip vaj, uthull molle, ose gjysmë limoni, mos ju ndani limonit edhe kastravecit në dark. Limon, kastravec, misër dhe salat. Që të jini kështu. Yje. Yli bearit moj hëna, pse s'më fole kur kalove, kur qoje bukët e dhëne, me shikimin e më verbove, të dua për kokën të nde, dovi që ti them sa të me zëmran se qma përvëllove, u tërbove se më tërbove. Mos u ndani kastravecit, salatës, misrit dhe uthull molle ose limon. Shtryeni brenda në sallatë dhe hajeni shtrigat e dreshit. Do bëj një video tani, por do ta specifikoj në fund që nuk duhet të ma merrni për keq. Okej? Se të gjitha ne gratë kemi nevojë, edhe burrat patjetër, po më shumë gratë kemi disa momente që demoralizohemi dhe çdo gjë na duket sprapthi dhe zëm divanin, e kuptoni? Përveç atë punën edhe asnjë gjë tjetër, i gjërat i bëjmë me të shtyr këmbët me pahir. E para njërë duhet të mbani një foto të një modelje në kuzhinën tuaj. Në kuzhinën tuaj. Më dëgjoni me vëmendje se nuk po qesh tash. Jo vlla, këto janë të gjitha të çosh në Elbasan. Do mbani një foto të një femre të dobët në kuzhinën tuaj, të veshur bukur, të mbajtur një yll femër, sepse do na ndihmoj shumë. Këto femra zakonisht ndihmojnë burrat në disa raste, por më besoni që na duhen edhe ne një femre bukur, e dobët, e veshur elegante, e ngjitur me mastiç në kuzhinë. Në kuzhinë që do të thotë ti shikon atë dhe të jep vrull, të jep vullnet, që ti të bëhesh si ajo, që ti ta mbash veten, e para kjo, okay? Nuk e di se më kuptoni apo jo. Mua më ndihmoi shumë, domethënë. Mora një nga ato fotot e burrit unë që mbante tek puna, vajta atje ndihun te puna, e pashun ca foto të ngjitura atje, ca ndej ca këtej. Mora njërën nga ato në ngjita aty, më ndihmoi mua ajo. Do psova unë. Po. Pastaj të rri burri gjithë ditën në kuzhinë. Jo, vetë në punë ai. Jo. Kuptoni ju? Por ndodhe një gjë tjetër, që këto bukura, këto modelet, ndihmojnë burrat tanë shumë herë. Pse mos i ndihmoj vetën e burrat tanë, për shembull? Kupton? Të bëhemi si ato. Është stil, ky është matematik me budollachkat e drejqit. Dëgjoni këtu, të budollachkën e Vlorës. Edhe në darkë do hani kastravec, sallat dhe misht ashun. Mish s'ka fare mish. Fare. Përveç se, do me thëmë, qa do hani ande nga dhoma. Toni? Sallat jeshile, okay? Misër të zier, janë ato kutit, kastravec, gjysmë limoni, ose nëse s'kini limona, hidhi uthull molle. 2 luk gjelle uthull molle. 3 luk gjelle brënda atje të përvloj stomakut, vesh në alet sëmës, të digjet dhjami. Qo e pythën atje dhe ike dhe një orë bëjecje? Qa më rri mua të ullu shtrirë si lop, holandeze? Se ndodh, gratë dashura, ndo njëherë, që, gjom tjera me vëmëndje se thash me pahir. Qa bëjmë ne, demoralizojmë i vetë ne, shikojni se është psikologjik, jo, psikologjia është matematik, dëgjoni këtu. Ndodhë njerë që ne vetë shëndoshemi, nuk kemi qej për asin gjë, demoralizojmë dhe ecja, dieta, e mbajtur e trupit, oksigjenon trurin, pra nuk të bën më që të rish në divan. Dhe çfarë ndodh kur na ndodh ky demoralizim kaq poshtë që na ul në gjunjë? Ndodh që vemi paragjykojmë gratë e tjera që mbajnë veten. Kujdesni, ato janë rrugën e tyre, po mbajnë veten, por çdo femër nga ne e ka valixhen me halle, me probleme me vuajtje. Pavarësisht se si ka zgjedhur ta bëj jetën e saj, të rri në divan, të mendoj të qaj në dush dhe kur del nga dush i fshin lotët, të qaj poshtë çarçafit se mos e shikojnë fëmit, mos e shikojnë burri, mos e shikojnë nëna, merr nënën duke qeshur në telefon ndërkohë që i dhëm zëmra, është zgjedhja jote, ajo varet nga ty, çdo gjë. Ngriu në këmbë edhe jepi pak vete, sepse duhen vetëm 3-4 ditë sa të marrësh veten ti, kupton?
Sa të bësh ecje të mushet truri me oksigjen. Truri ka nevojë për oksigjen. Shumë. Ka nevojë truri për oksigjen. Një, dhe e dyta, dieta më bio që kini e kini në shtëpi, pa lek. Pa lek. Është burri. E doni burrin, se doni burrin, i është bërë burri si djali Xhaxhait apo si djali Hasanit i komshiut apo ku ta di unë, e doni se doni, përdoreni. Sepse është pjesë e dietës, e ke të shkruar në recet. E thot doktori, thot, burr thot natë për natë, ka stravec natë për natë me limon, ose me uthull molle, sallat jeshile dhe misë të zier. 1 orë ecje në ditë. Mundësisht do të bëj dhe një gjysmore pilates, pra që do të thotë të tërheqësh muskujt në shtëpi me televizor. Ktu, nëse shikoni këtu jo, e hoqa unë. Rribit, na! Balis! Edhe kaq. A më vesh? Kjo është e gjitha.